Sot bëhen 9 ditë dhe akoma vendimi nuk ka ardhur në gjykatën kushtetuese. Jam të gjykata kushtetuese, bëhet fjalë për dosjen Peshkepia, për dosjen Beleri. Aty është i akuzuari kryesor Fredi Beleri në masakrën e Peshkepis me datën 10 prill 1994. Janë vrarë dëshmori i AD-ut Fatmir Shehu, ish oficer, dhe ushtari, dëshmori i AD-ut, ushtari Arsen Gjini, trapezaj në reportin e Peshkepis, nga bandat terroriste greke, nga Mavi, edhe i akuzuari kryesor është Fredi Beleri. Ne jemi duke pritur her pas here, të na ndihmoni, të na këshilloni, të na sugjeroni se si ta sjellim këtu në gjykatën kushtetuese, vendimin e gjykatës së lartë, të marrë me datën 2 dhjetor 2025 në lidhje me lënien në fuqi të GKK-s të vendimit të Arben Lladhës së korruptuar për ta mbyllur dosjen Peshkepia. Ne duam që dosja Peshkepia të rihapet, të rihetohen ata njerëz të cilët ne e dim se kush janë. Numrat e armëve që janë kapur në Greqi, Fredi Belerit me shok në 95-ën, një vit pas masakrës, kanë qenë të Peshkepis, nuk i janë dhënë palës shqiptare, duhet të rihapet dosja, të rihapen hetimet, edhe të shkojnë njerëzit në vendin ku e kanë merituar prej kohës të shkojnë, dhe jo të rrijë çështja 32 vjet dhe po bëhen 33 vjet me autor të pa gjetur, do të thënë pa autor, edhe ngjarja e pasbardhur. Kanë fituar, kanë marrë lek, janë korruptuar, gjyqtarë, prokurorë, hetues, të gjithë kanë përfituar nga gjaku i dëshmorëve, nga gjaku i Fatmir Shehut, nga gjaku i Arsen Gjinit, kanë vënë miliarda dhe dosja ka mbetur prap e mbyllur dhe ne nuk ka ardhur për 32 vjet, tani po bëhen 33 vjet.